që titullohet Sheikh Albani ja shpëtoi jetën. Kush është Sheikh Albani? Sheikh Albani është një hoxh i madh, dietar i kalibrit të madh, i cili ka ndruar jetë para 10 vite. Ka qenë në origjin shqiptare, i Shkodrës. Mirë po, në vitet e 20-ta, 1920-ën, jenë shpërngul shqiptarët tonë prej trojve të Shqipërisë apo të Kosovës, edhe nga trysnia dhe keqtrajtimi i zullumçarëve sërbëve në këto troje, që kanë bërë lloj torture, janë detyruar ata me lënë vatanin e vet, familjen e vet, edhe mu me gjetë një vend ku mundet me adhuru Allahun xhaleshan. Nuk kanë më i lirë, duke njoftë Allahun xhaleshan, e kanë zgjedhur për vend Damaskun e sotshëm, apo Shamin. E ky hoxh ka arrit nivel të lartë ditorisë, sa që ka qenë i dalluar dhe i njohur në mesin e dietarëve, dietar numër 1 në shkencën e hadithit, që fol për historinë e pejgamberit, për fjalët e pejgamberit, për porositë dhe këshillat e Resulullahit. Ky ka bërë selektimin dhe klasifikimin e haditheve, se dhe është hadith i vërtet, se dhe është hadith është i mirë, se dhe hadith është i dobët, se dhe është shumë i dobët, se dhe është i tridhum, i shpikur. Ka qenë dietar numër 1. Ka qenë shqiptar. E këtë ngjarje tregon njëri që ka qenë shqiptar, ka qenë pjesë e një farë delegacionit në Libinë sotshëm që është, pasi që ka ndodhur këto revolucionet për plasit, tregon se si ka qenë shkak për mendja e emrit Sheikh Albanit ja ka shpëtuar jetën. Ky shqiptari tregon ngjarjen në vitin 2014 ka ndodhur. Thot, zakonisht ndodh që në jetën e njerëzve shpëtojnë nga durte pengmarrësve pas do një kompenzim material. Edhe kjo është e njohur. I kjeron dorë arbikut apo dikun që të ka zonë rrugës peng, a i li pare. Mirën pare nëse do më të liru. Ose në përmet operacionit policor ose ushterat. Por rrallë herë ndodh që një person të shpëtoj fal emrit dhe origjinës së tij. Rrallë më shpenjët se dikush ka shpëtu prej dorës kriminalit, gjakpisit, hajdutit, bandistit, valla për shkak se ky personi që ka qenë i zën, i takon i farfisit me nam të madh, i takon në fisën e këtij njeri, është njëri me imazh të madh, figurë, personalitet i madh, edhe pja falmi. Rrallë, shumica parën, e thënë lekin e aburekin, e pogun parën, lirosh. Ky tregon për vetin e vet, quhet ky shqiptari Eduard Thartori. Është njëri nga ata të cilët ka pas në fatlum, e cili duke treguar për origjinën e tij, kishte shpëtuar nga një pengmarrje e mundshme. Ai në rrjetin social Facebook e ka treguar ngjarjen në Facebook, e ka paraqit, ka sqaruar se si në Libin, tash kohën tonë si Libin bashkore, nga revolucioni, pasi që kanë zdru këtë diktatorin, Gjakpircin, Gaddafin, gjatë kohës që shërben të thotë si përkthyes në një delegacion shqiptar. Ka ndodhur kjo ngjarje. Thartori, personi quhet Thartori Eduardi, sqaron se pas një jave të ngjeshur me takime, duke shërbyer si përkthyes i delegacionit zyrtar të Shqipërisë, në momentin thotë kur u kthesha në hotel për mi marr valigjet e mia, edhe për mu kthy në atë të vendin jam, kishte ndodhur një problem serioz. Delegacionit u ishte e pamundshëm, nga ana e disa trive që ishin paralizuar dhe gjymtuar nga lufta, edhe ishin pa kënaqur me gjendjen e tyre, të cilët e kishin marrë peng një hotel, që të hynin në atë hotel, edhe të vendosin gjatë kohës trinat ato të qëndrojnë në vendin Bengazi, qytet në Libi. Edhe kjo munush ka me shku mi mërë ato valigjet, nga se në ato valigje ishin disa dokumente të domosdoshme. Dokumentet kredenciale e kishin shtyrë këtë personin, Thartorin, që të rrezikonte dhe të hynte të fshehur razi në hotel për t'i marrë me veti valigjet të cilët kishin dokumente të rëndësishme. E që kjo nuk kishte se si të morë zvërer nga pengmarrësit e hotelit, me hinë fshehurazi, mos me diktu, ndërsa ata shka i mërëshin njerëzit rrugës, ata ishin fut në hotel, edhe bashin protesta. Edhe ky fshehurazi, thot mas i kemi dalë, subhanallah, i ka marru teshat, valigjet, po nuk o punë e modhe për valigjet, po të dokumentat rëndësishëm. Me shkumë dhe ku leje, i kiron dorë,
uket. Atëre ka mi thot fshau razi. Mirë po, fshau razi në rrezik të madh. Pa një pa dy thot hina në salon, në të cilën atë ishin dy njerëz që ndroshin, të mëdhej. Ato ishin ato pengmarrësit e mëdhenj. Duhet kërkuar leje që me dol për atyre, por befasi e madhe ndodhi kur njëri nga pengmarrësit thot e pyeti se nga ishte ky person. Unë mas i hina, tash dosha me dal. Po du me dal e dosha mi tregu. Shoroz e hina, ndërsa dalet du me tregu se unë hina pa ju vetë juve. Edhe thot njëri për atyre kur unë pa, edhe më drejtu dhe më tha, nga cili venje, ky shqiptari ka ditë gjuhën arabishte. Thot unë jam shqiptar, jam nga Albania. Arabisht, shqiptarit i thot Albani. Qytetit Albania. I thash jam nga Shqipëria, nga Albania. Edhe njëni për atyru habit tha, i nga vendi Shekh Nasruddin Albanit, kjo hoxhen, tash ky pengmarrësi e ka njoft këtë hoxhen e madh, botën arabe ky hoxha shqiptar ka qenë me renome botërore, këtë ka njoft hoxhë i madh. Thot ti nga qyteti, vendi i hoxhës të madh, Shekh Nasruddin Albani. Thot i thash po, bile thash, madje mund është më llogarit, pa kur farfrike së unë jam nga gjaki atina. Si kuptoj mi njerë pengmarë si Shekh Albanin, a i kishte vazhduar dhe për me pyjtë, thot, ala, ndërsa ki thote, ky thot, ala i parashua pyjtje i thash këtyve. A, ti shte bo zemra raati, në vendin të mu pas konë hoxha, Shekh Albani, shka i kishe bati? A i shë ratu, thot, shka i kishe bati? Ja, po unë jam nipi atina, nga si nga ati vendi jam, thot. E atërë tha, këto ishin fjallë shkaktare të cilët ata më shluan pengmarrësit edhe asgjë nuk mbanën, andaj ka titullu këtë ngjarje, thot, emri shqiptar më shpëtoi jetën, emri Shekh Albani të hoxhës. Monin men, para më nonen me pas më shumë se një, si Shekh Albani, populli tonë shqiptar, është një figurë me emër të madh, që është shkaktar më ta shpëtu jetën. Jo më ta shpëtu jetën, për dikan, për me fut në punë, për dikan, me akrytën e punë të rëndësishëm, për dikan, një zgjedhje që nuk mundet kërkun për me gjithë. Ama, falë koft emri këti hoxhës të madhë, ku për fatë keq, ku këto intelektual tonë, as i shteti jonë, as nuk i promovon, as nuk i vlerëson, as ja di kimetin peshën këtive, a shikone, jetën e ka shpëtu, që ban vakin do shta me pasdon ki pare, s'kishte bo kur farë, mali, ja kishin këput kokën, po, je nga vendi qyteti Shekh Albanit, vëllaj për hatër të atina, ty ka më shpëtu. E marrë vesh, tregim me pesht madhe, për të cilën mundona mi u përqu mesash, krejt popli ton, edhe atyve të cilët kanë pozitat larta për shtetet e tona, mi a ba me di se këshyre, ne shqiptarë, në përmjet anës fetare, ne këna promovu dhe kombin. E mos në thojnë disa njerëza matrapaza. E pralla, kinë se feja kanë gëcë mas kombin. Për kundra zëshëre, ajo që ka donë ndime dhe për kraje, feja këti vlaj tonë shqiptar, edhe ka shpëtu jetën, a i ta shët e sadit e uron, edhe i qanë rahmet, o gjëston Shekh Albani.